por po ashtu duhet kalojë edhe nga llogaria financiare. Tradita e unazave të arit që simbolizon angazhimin në çift, po bëhet gjithnjë e më e kushtueshme, të paktën ditët e sotme që flasim. Shumë çifte të reja përballen jo vetëm me emocionet e dashurisë, por po ashtu edhe me presionin ekonomik për të përmbushur ndoshta këto tradita që tashmë i kemi, tradita familjare. Mjafton një shembull konkret, sikurse 2 unaza ari mund të kushtojnë lehtësisht afër në varësi të gramit afër 900, 800 apo 1 milion lek në një kohë kur çmimi i arit ka arritur nivele të rekorde. Do të diskutojmë për çmimin e tij, por po ashtu edhe duke e trajtuar edhe në kushtet kur jemi një ditë përpara Shën Valentinit me Fation Kadillarin, ekspert të kriptomonedhave. Faleminderit. Përshëndetje. Dhe dua ta nis me pyetjen, si shpjegohet rritja e fundit e çmimit të arit në nivele rekorde? Në fakt edhe ju hyrjen e bët shumë bukur dhe ju përgëzoj, për të vetëm në arsye sepse pjesa më e madhe e qytetarëve ose individëve përballen me njohjen e rritjeve madhore të çmimeve vetëm në momentin kur ato rriten në nivele shumë të larta. Siç ishte rasti i Floririt, që kemi një rritje të jashtëzakonshme brenda një kohe shumë të shkurtë. Dhe në këtë moment, investimi më i madh, përveç se investimi në dashuri, është i rëndësishëm edhe investimi në njohjen e ekonomisë apo njohjen e investimeve bazike, për arsye sepse në fundit edhe një çift normal ka nevojë të updatohet me të dhënat e fundit, ka nevojë të updatohet mbi ekonominë, ka nevojë të updatohet edhe mbi stilin e jetesës dhe kur përballet me këto rritje të jashtëzakonshme, atëherë fillon dhe bën kalkulimet e veta, llogaritje sa kushton unaza e kështu me radhë, ndërkohë që fokusi duhet jetë diku tjetër, të investoj të edukimi dhe informacioni se si funksionojnë rritjet e çmimeve të Floririt, të bursave nga ana tjetër, të kriptomonedhave e kështu me radhë, dhe besoj që ky është investimi më i mirë për një çift. Pra mentaliteti dhe informacioni mbi aspektet ekonomike. Pra ti thua mos të mendojnë për blerjen e 2 unazave, por të mendojnë për më gjatë. Eksaktësisht do thoja që fokusi të mos jetë sa i shtrenjtë që është, por të jetë si mundet që të arrijë unë këtë çmim. Si mundet që unë të ecë me ritmin dhe realitetin e kohës. Në momentin që ato që nga krijimi i tyre kanë vetëm rritje, pra në aspektin horizontal shohim që e natyrshme do të jetë rritja e Floririt në formë graduale. Po ashtu edhe shumë investimeve të tjera, apo shumë aksioneve të tjera në shumë kompani. Për arsye sepse me një kulturë bazike ne kuptojmë që çdo asetet më të rëndësishme kanë rritje të vlerës në një kohë relativisht të gjatë. Prandaj nëse ne e kemi këtë fokus, bëhemi më smart, bëhemi më të zgjuar dhe përveç se zbukurojmë jetën tonë me unaza Floriri, por zbukurojmë jetën tonë edhe me investime modeste brenda mundësive tona, brenda mundësive të një çifti në investime bazike në Flori